Biblioteka shkencore mirëpriti aktivitetin letrar Dialog poetik me Roza Fashpuzën, kushtuar vëllimit Vetimat e shuinin Ati Mbun. Student, pedagog dhe dashamirës së letërsisë u bën pjesë e këtij takimi, ku diskutua mbi krijimtarinë dhe botën poetike të autores shkodrane. Vet poetja Roza Fashpuza ndallu emocione dhe lidhjen e saj të veçantë me Shkodrën. Poezia jeme ka shumë Shkodër, ka kujtime, ka pjesë të qytetit, ka personazhe, edhe unë kam njësinë se kjo poezi i rrin mirë këtij qytet, edhe kam atë shpresën edhe besimin e plot se kam u prit mirë edhe prej studentëve të universitetit tonë. Autorja ka edhe një falënderim të veçantë për Universitetin e Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Këtu është më e madhe përgjegjësia se është qyteti jem, është institucioni ku unë punoj, ndoshta është ballafaqimi i parë i veprës teme, i krijimtarisë teme me këtë universitet. Ky është libri i 5 në listën e librave të mi, po ndoshta hera parë Universiteti i Shkodrës po merret seriozisht me krijimtarinë teme, edhe unë prandaj kam një farë emocionit edhe përgjegjësie. Takimi u organizua me pjesëmarrjen e pedagogëve dhe klubeve studentore Ernest Koliçi dhe Arshi Pipa, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë mes autores dhe lexuesve të saj.